Ka njerëz që betohen se në malin e Tomorit kanë dëgjuar zëra. Jo erën, jo kafsh, por diçka që vinte nga mjergulla. Kur nata bie mbi Tomor, mali ndryshon fytyrë. Shteku humbet me sreve. Era godet shkëmbinjt dhe heshtja bëhet më e rëndë se vetë errësira. Banorët e zonës prej kohësh tregojnë histori të çuditshme. Pelegrinë që humbën drejtimin pa arsye, udhëtarë që ndjenin sikur dikush i ndiqte në mjergull, dhe zëra që tukeshin sikur vinin nga larg. Por Tomori nuk është thjesht një mal. Për shumë shqiptarë, ai konsiderohet mal i shenjtë, një vend ku legjendat dhe besimi janë përzierë prej shekujsh. Thuhet se mali nuk i pranon të gjithë njësoj, dhe se kush ngjitet me mendje të keqe, nuk gjen kur qetësi atje lart. Ndoshta gjithçka shpjegohet me erën, me mjergullën, ose me frikën që të krijon vetmia në mal. Por dhe sot, ka njerëz që betohen se në Tomor kanë dëgjuar diçka që nuk arrin ta harrojnë. Dhe ndoshta mali nuk fsheh krijesa, por kujtime më të vjetra se vetë historia.